Ata refuzojnë ta kuptojnë kombin si proces të natyrshëm historik në vullnetin dhe caktimin e Perëndisë, për shkak se mendjet e tyre sektore janë programuar në oazën e shkret utopike të ideve anakronike për rikthimin e kalifatit të Baba Dovletit, kështu që për ta nuk ekziston nën dovleti al-Ummatul Albania. Të nderuar besimtar, motra e vëllezër shqiptar, ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur. Paqja dhe shpëtimi i Perëndisë qofshin mbi ju kudo që jeni në tokën e shtrirës si djepi. Me emrin e Perëndisë, i gjithëmëshirshëm i mëshirëplot, në këtë video do të thellohem pak më tepër rreth fjalës qaumi, komb, nga perspektiva e Kuranit fisnik, që njëherë e mirë ta qartësojmë para shqiptarëve se Kurani e thotë të kundërtën që e thonë sektet e identitetit politik të muslimanizmit në mjediset shqiptare. Sa kam informacione, këtë nuk e ka bërë askush deri më sot. Është fakt se sekti Hanefi e ka përdorur si instrument idenë politike të kombit shqiptar përballë vehabive, për kusuritje dhe privilegje, por shumica e tyre beten Haxhi Qamile. Asgjë më shumë. Tjetra, mos harroni se Hanefit e Pilafit janë më të këqesi sa vehabit, nuk u skuqet fytyra dhe nuk u bëhet vonë për asgjë, siç kam thënë me një video dokumentar. Kopjet janë thesari kryesor i hoxhallarëve rrenca. Kemi ajetin 159 dhe 160 surës El-Araf. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dhe prej kombit Musaut ishte një bashkësi që udhëzonin me të vërtetën dhe i përmbaheshin asaj me drejtësi. Fjala ummatun si emër, isëm në njerëz i gjinisë femrore, e ka shumësin e saj umemën, dhe përdoret edhe sot të arabisht forsit në konotacion për kombet. Organizata e kombeve të bashkume në arabisht quhet al-Ummamul Muttahide, apo jam gabim. Në fjalorët e arabishtës kjo umma shpjegohet kështu: një grup i njerëzve me lidhje historike të përbashkëta, që këto lidhje mund të jenë gjuhësore, fetare apo ekonomike. Është e natyrshme dhe shumë e logjikshme se nga një ummet, bashkësi, ndërtohet një komb shtet. Që të më kuptoni më mirë, nga kombi shqiptar, sot kemi një bashkësi komb shtet të ri në Ballkan, që quhet Kosovë. Dhe pranimi i Kosovës në OKB do të thotë pranim i një realiteti të ri në raportet rajonale, kontinentale dhe globale. Vetëm po asjellë këto informacione se Perëndia nuk ka harxuar fjalë koti në Kur'an. Asgjë nuk është e rastishme në Kur'an. Nuk ka gjë shay'un në botën e krijimit që mund të quhet e rastishme. Lere, unë ja për kufizime, interpretimet mia, ku çdo gjë e ka sqaruar vetë Perëndia. Wa qata'nahum 12 asbatan umaman. Dhe ne i ndam ata në 12 fise bashkësi. Fjala asbatan në shumës ka kuptimin fis. As-sabat shajaratun laha aqsanun kathiratun wa asluha wahid. Një pemë me shumë deg, origjina së cilës është një. Si fjalë me kalimin e gemës sin,
Në shin e kemi edhe në hebraisht SHBT, që i referohet gjithashtu fisit. Në shumës fjala umemen, kombet ka 3 germa në rend saj, elif, mim, mim, dërsa në origin është njësoj si që është në njës. Në hebraisht, dhe arabisht, me 2 germa, elif, mim, i thuhet nënës. Gjithashtu e kemi edhe në shqip, emër i gjinisë femrore, në gjininë femrore numri shumës, ëmat, nën, e ëma, nëna e ti, a e sa. Tani, germën më, në video dokumentari fjala profet, profeci, ku a kam shpjeguar se simbolizon ujin me në arabisht dhe mejhin në hebraisht. Wajalna min al-ma'i kulla shay'in hayy, dhe bëm nga uji çdo gjë gjallë. Fjala e ka kuptimin al-walide, nën, nga fakti se rënja e fjalës është elif, mim, mim, njësoj si për Dhe kjo është kështu që ta kuptoni se sa e rëndësishme është pozita e nënës, gruas në ndërtimin e familjes, bashkësisë, kombit dhe shtetit në konceptin e Perëndisë, Zotit qijeve dhe tokës. Dhe të ndalim pak dhe sintaksa ajetit 160 e surës Al-Araf. Wa qata'nahum 12 asbaten umama. Dhe ne i ndam ata në 12 fise bashkësi. Fjalia e para ajetit 160 fillon me germën v, që është vavull istinaf, që ndryshe quhet vavull ibtida, i fillimit, apelimit dhe përsëritjes. Gjithnjë vjen në fillim të një fjalie tjetër kur përfundon një gjë e caktuar në fjalinë para saj. Për shembull, intahil amilul yawm wa buk yajib an tazurahu. Puna ka mbaruar sot dhe babai juaj duhet ta vizitoj atë. Peshin e kumbo me të kuqe. Dhe ve. Pas gemës ve, vjen folja në kohën e kaluar me për emër vetor në shumës qata'nahum, i ndam ata. Njerëzit e kombit të mësot në 12 ithnetej ashre, që në gramatik është në gjinin femrore dhe e zbatën umemen fise bashkësi është el maf'ul mutlak, emër i efektit absolut, i pozicionuar mansub, tregues për llojin mubajin lil no, për ta konfirmuar foljen në kohën e kaluar, qata'nahum, në fillim të ajetit 160 të surës Al-Araf. Si që sheni, as këtu nuk përjashtohen gratë, por bëhet fjalë për ndarjen e kombit të mësot në 12 fise bashkësi. Vetëm ndonjë ignorant mund ta imagjinon fisin dhe bashkësinë pa gratë. Kur bëhet fjalë për krerët e fiseve, Perëndia në ajetin 12 të surës Al-Maide përdor një tjetër fjalë. Lexojmë ajetin. Wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiban. Në të vërtetë Perëndia pa të marrë zotimin e bijve të Izraelit dhe nga mesi i tyre, Perëndia ka caktuar 12 pres krerë. Pra, për presit krerët e bijve të Izraelit e kemi fjalën naqiben, prej rënjës nun, kaf, be, me origin naqib, pres, garantus që nënkuptohet si besnik i kombit, njëjtë edhe këtu naqiben është el maf'ul el mutlak, emër i efektit absolut,
i pozicionuar mensub, tregues për llojin Mubayyin lil Naw, për ta konfirmuar foljen në kohën e kaluar, ba'athna, ne caktuam, në fjalinë e dytë të ajetit 12 të surës Al-Maide. Perëndia për të caktuarit e tij po e përdor fjalën naqibe, jo fjalën komb, siç e përkufizon me hamendje xahili i sektit Shafi, që mbi këtë hamendje mua më quhen ignorant, vetëm se puth qimën e bishtit lopës deri në Indi. Dërsa doktori i fesë në kollore nga Macedonia i shkrep like në Facebook. E gjithë kjo maskarot, për të devijuar kuptimin e fjalëve të Perëndisë, vjen si rezultat se xahili i sektit Shafi dhe doktori i sektit Hanefi, Maturidi, kombin shqiptar e shohin si krijesë artificiale të shekullit të 19. Të këtij mendimi fatkeqësisht janë shumica e teologëve, klerikëve të muslimanizmit, që i kemi kudo në mjediset shqiptare dhe mbijetojnë falë shkathësisë skolastike dhe infrastrukturës së tyre organizative të trashëguar nga periudha osmane. Ata refuzojnë ta kuptojnë kombin si proces të natyrshëm historik në vullnetin dhe caktimin e Perëndisë, për shkak se mendjet e tyre sektore janë programuar në ozën e shkret utopike të ideve anakronike për rikthimin e kalifatit të babadovletit. Kështu që për ta nuk ekziston nën dovleti al-ummatul albania. Kurani na tregon saktësisht se termi komb ka ekzistuar shumë më herët në kuptimin e tij gjuhësor, gjeografik, etnik, shpirtëror, kulturor dhe politik. Kur Musa me kombin popullin e tij u larguan nga Egjipti, përveç bijve të Izraelit, pati edhe të tjerë. Do të ishte marrëzi të mendonte dikush kombin, popullin e Musaut, vetëm me bijtë e Izraelit. Prandaj, emri kom popull, quaje si ta quajsh, në frazën e ajetit vjen para umma, bashkësi, wa min qaumin Musa umma, wa min qaumin Musa umma. Dhe prej kombit të Musaut ishte një umet, bashkësi. Pra, kjo bashkësi qëndroi së bashku me të tjerët në shkret e tij për 40 vjet, derisa Joshua e pushtoi Jerikon në tokën e premtuar të Kenanit, që ndryshe njihet si betejë e parë e bijve të Izraelit për të ndërtuar shtetin e Izraelit, përveç zhurmave arkeologjike, që sot janë lokalizuar, ashtu siç përshkruhet në librin e Joshuas, kemi edhe ajetin 21 të surës Al-Maide në Kur'an, se si ju thoshte Musa: Ja qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O populli im, hyni në tokën e pastër të shenjtë që Allah e ka caktuar për ju dhe mos u ktheni prapa, se atëherë do të ktheheni të humbur, al-khasirin. Tani, në ajet përmendet toka, apo jo? Nuk mund kuptohet kombi pa një zonë gjeografike, territor ose vend i përbashkët për një grup madh njerëzish të bashkuar nga elemente të përbashkët. Pasi edhe argumente tjera, mjafton ky ajet se termi komb përmendet me të gjitha karakteristikat e tij edhe në shekullin e 15 para Krishtit, dhe jo në shekullin e 19 pas Krishtit, që gërhasin dembelët e Stambollit e dembela tjerë të identitetit politik të muslimanizmit, si që këshemi dhe vetë fjala qaumi, ka kuptim të përgjithshëm dhe në asnjë variant nuk i përjashton ngratë në ndërtimin e shtetit, dërsa shumësi i qaumi, gramatik të arabishtës është aqwam,
që në këtë formë as fundi nuk përmendet në Kur'an. Kjo akuam për kom popull nuk përdoret as sot dhe arabisht folësit, si që përdoret fjala Arab nga rënja ajn, rabe dhe origjina Arab për arabët, e cila përmendet 10 herë në Kur'anin fisnik. Tani, ne mund vetëm të pyesim se cila gjuhë sot e motivon fjalën kaum me 2 bashkëtingëllore, kaf dhe mim, përderisa në Kur'an ne informon Perëndia se në fillim njerëzimi, bita Ademit, ishin një bashkësi, kanë nasu umma wahida. Tjetra, nëse agentët e qendrave të identitetit politik musliman, kush do të shohshin ata, që në këto 3 dekadat të pluralizmit politik na kanë treguar broçkulla se kombi shqiptar ka lindur në shekullin e 19, duhet ta kuptojnë se janë në luftë me Perëndin, Zotin e qiejve dhe tokës në rend parë dhe në rend dytë janë në luftë me nacionalizmin në shqiptar, ndërsa ligjëratat e këtyre agentëve qoftë në xhamia, tribuna, rrjetet sociale janë manifeste politike të qendrave të lindjes mesme dhe nuk janë Kur'an, e aq më pak janë Islam i Perëndisë. Më lart tregova se fjala asbaten në kalimin e gërmës sin në shin e kemi edhe në hebraisht shbt, që i referohet gjithashtu fisit dhe bëhet fjalë për 12 bit e Jakubit. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se Jakubin dhe bit e tij si beduin nga shkretëtira në Egjipt, pasi shejtani pa të futur nga tërres mes Jusufit dhe vëllezërve të tij. Një sure në renditje me numrin 12 në Kur'an e ka emrin Jusuf, ku Perëndia në detaje na sjell ngjarjen e Jusufit me vëllezërit e tij dhe veprimtarinë e tij në Egjipt. Dua t'ju informoj se gërmat e alfabetit që sot ne i përdorim i kemi qenë nga koha e Jusufit, i cili vetëm ai, siç thot egjiptologjisti dhe arkeologu David Roll, ka mund hieroglifet t'i kthejë në gërmat sotit për ta krijuar alfabetin e parë për bitë e Izraelit. Informacionet e David Roll mbështeten në gjurmët arkeologjike të mbishkrimet me gërma të hebraishtës, të gjetura mbi gur në minierat e lashta faraonike të Sinajit, që datojnë ka fundi i dinastisë 12 të Egjiptit, 18 shekuj para Krishtit. Nga këto dëshmi të gjetura arkeologjike, s'ka dyshim se bitë e Izraelit tani kishin edhe alfabetin e tyre dhe i plotësonin të gjitha kushtet për ta nisë projektin e tyre për kombë shtet me ndihmën e Perëndisë. Profeti i dytë pas Jusufit e bitë e Izraelit është Musa, i cili u zgjon nga vetë Perëndia disa shekuj pas tij, pasi që bitë e Izraelit, bashkësia e tyre në Egjipt, kishte rënë në robëri dhe kestrajtoheshin nga faraoni, duke u atherrur bitë izraelitëve dhe duke i kursyer gratë e tyre. Yudhabbahu abnahum wa yastahyi nisa'ahum. Nuk ka asnjë paqartësi në Kur'an se Perëndia e zgjodhi Musaun për t'i çliruar bitë e Izraelit nga robëria e regjimit faraonit dhe për ta ndërtuar shtetin e parë bijve të Izraelit në tokën e Kenanit, që ishte premtim për Ibrahimin dhe bitë e Ishakut. Prandaj kombi nacionalizmit ka qenë mision i Musaut me urdhër të Perëndisë. Inni ana rabbuka fakhlana alek, innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Në të vërtet, unë jam Zoti yt, i që në allanet, nuk është fjala për në allanet këpucët, është fjala largoje nga e kaluara që e ke pas, se ti me të vërtet je në luginën e pastë, të shenjtë, të tuas. Wa ana akhtartaka fastami' lima yuha. Unë të kam zgjedhur ty dhe dëgjo atë që po të shpallë. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Shko te faraoni, ai me të vërtet e ka ngritur kokën, është bërë arrogant.
Tani unë i solla këto argumente shenja nga Kurani, por edhe prova arkeologjike në lidhje me kombë shtet, si proces historik në vullnetin dhe caktimin e Perëndisë. Por a mjaftojnë këto argumente dhe prova për klerikët e ideologjizuar në manifestet politike të sektarizmit, qoftë suni, shia apo sufi? Është e logjikshme se nuk mjaftojnë. Sa kanë mjaftuar argumentet dhe provat për faraonin e Hazreti Musaut, aq do të mjaftojnë për klerikët e ideologjizuar me sektarizëm në mjediset shqiptare. Njëjtë edhe këtyre si faraonit në çastet e fundit do të kujtohet dhe do të thonë se kombin shqiptare formoi Perëndia dhe do të thonë besojmë Perëndin, Zotin e shqiptarëve dhe ne atij i nënshtrohemi me paqe. Vetëm xahili, që është jo mirënjohës për jetë, nuk i pranon këto ajete dhe konceptin e Kuranit. Perëndia nuk e pëlqen imponimin, arrogancën, sjelljet e ndonjë tirani mbi një kom tjetër, lere të pranoj identitetin politik sektareve të religioneve të korruptuara në mjediset shqiptare. Lere ta rikthej lugatin e tyre bab dovletin. Edhe sot nacionalizmi njëjtë, siç është në Kur'an, mendon se secili komb duhet të qeverisë vetë, pa ndërhyrje nga jashtë, vetë vendosje që një komb është një bazë natyrore dhe ideale për një politikë, dhe se kombi është burim i vetëm, i ligjshëm, i pushtetit politik, sovranitetit popullor. Unë disa herë kam deklaruar publikisht se nuk i takoj asnjë sekt. Gjithnjë ju kam thonë se si njeri jam shqiptar, qoftë si fesë, qoftë si kom. Çdo natë pendohemi, lutem vetëm Perëndisë që të më jap udhëzimin në zemrën time si një besimtar. Si i tillë në çështje besimi, kur e kam Kur'anin në zemër, nuk më duhen referenca njerëzore. Kush do të qofshin, as nuk fshihem prapa njerëzve të vdekur, por kur dikush tallet, por që e shqiptarin në emër të sektit tij, s'ka dyshim se si njeri bëhet me cilësi të ajetit 19 të surës Al-Hujurat, i bën zullum vetëm në fasës të tij, as kujt tjetër. Të nderuar shqiptar, motra e vëllezër, këtu e ndërpres video incizimin tim dhe deri atëherë, në paraqitjen e radhës miru pafshim, si në fillim, ashtu edhe në fund. Paqja dhe shpëtimi i Perëndisë qofshin mbi ju, kudo që jeni në tokën, e shtrirë si djepi, dhe mos harroni respektoni nënat, se ju kanë përkundër në djep, dhe çdo gjë si informacion në lidhje me ju, në botën e krijimit, ka filluar në mitrat e nënave tona. Tunk.